flasim për këtë vendin ton të vogël, çfarë rëndësie në vetvete ka? Për ne në radhë të parë dhe më pas edhe për ata që na kanë ftuar. Po sa më shumë të jemi prezent në organizatat që kryesisht udhëhiqen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që për ne është partneri ynë kryesor, aq më mirë është për Shqipërinë. Këtu nuk besoj se ka ndonjë qasje tjetër. Është shumë e rëndësishme që Shqipëria të jetë prezente në këto organizata dhe në këto nisma. Duhet falenderojmë si gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në këtë rast presidentin Trump që nuk e ka harruar Shqipërinë e vogël, siç e thatë dhe ju, dhe na ka ftuar dhe edhe kjo nisma pra dhe qasja që ka pas Parlamenti shqiptar dhe politika shqiptare në përgjithësi është një nisëm dhe një qasje pozitive. Asnjë nuk ka kundërshtuar që të mos jemi në bordin e paqes. Do duhet presim një të ashtë të quajtur rend të rinë ndërkombëtar me të gjitha zhvillimet të cilat janë duke ndodhur, pa diskutim, jo duke u ndalur vetëm tek bordi i paqes. Bordi i paqes mund të jetë vetëm një gjë e cila në fakt vjen edhe pas asaj që Donald Trump e ka quajtur si strategji. Kështu që parë në këtë këndvështrim, në gjykimin tuaj, do duhet të presim që retorika të tilla, nisma të tilla e mëtej ta çojnë ndoshta botën drejt një strategjie të re nga ana diplomatike, ekonomike dhe më gjerë? Në fakt është folur shumë për këtë dhe vazhdon të flitet. Dhe do vazhdoj, kam përshtypjen apo jo? Megjithatë që dje, edhe sot ne kemi disa po them tërheqje të buta të presidentit Trump, duke filluar me dje me Groenlandën, në fjalën e tij kur foli në Davos. Ai u tërhoq nga pushtimi i Groenlandës, pra tha që nuk do e marrim. Duhet kemi parasysh që Trump tha në Kongresin Amerikan pothuajse një vit më përpara që në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër ne do e marrim Groenlandën. Dje ai e largoi komplet këtë si opsion dhe mbrëm në darkë ai ra dakord me kornizën e propozuar nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Ndërsa sot në firmosjen dhe në lançimin e bordit të paqes, ai foli dhe tha që bordi i paqes do jetë në bashkëpunim dhe në koordinim me Kombet e Bashkuara, për të cilat ai ka shprehur vazhdimisht rezerva. Prandaj them që besoj që edhe për një periudhë tjetër ne do jemi në këto ujëra jo shumë të qarta. Pra, nuk është se është thjesht një nevojë për protagonizëm, po e quaj sepse praktikisht edhe të Bashkuarat Amerikës e kanë protagonizmin pa pasur nevojë për të bërë organizata të tilla, po në thelb të gjitha, ose më konkretisht, kishim edhe një vendim ditën e sotme, ose një hap të parë, po themi që doli nga pikërisht nga kjo nismë që lidhet me situatën në Gaza, me rindërtimin atje e të tjerë. Pra kishim një hap konkret, kishim diçka po e quaj të qartë mbi veprimin e parë që ndoshta do të ndërmarrë përsipër bordi i paqes. Duke marrë parasysh dhe situatën në Rusi dhe në Ukrainë, që edhe vetë presidenti Amerikan e cilësoi si më të vështirën, edhe pse në fillim e kishte menduar si më të thjeshtën. Çfarë duhet presim nga zonat me konflikte? Duhet të saktësojmë diçka lidhur me bordin e paqes. Bordi i paqes është faza e dytë e planit të paqes amerikan të shpallur nga Donald Trump për Gazën. Faza e parë ishte armëpushimi dhe lejimi i hyrjes së ndihmave humanitare për popullsinë e Gazës, ndërsa faza e dytë është kjo dhe ndërtimi i një bordi. Dhe për telespektatorët duhet të rikujtoj që me 29 dhjetor të vitit që shkoi, në Shtëpinë e Bardhë ka qenë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu lidhur me këtë plan paqe, me këtë bord paqe. Ky bord paqe në fakt në momentet e para nuk u pranua nga Izraeli dhe për këtë arsye Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ftuan dhe Izraelin që të marrë pjesë në këtë bord paqe. Pavarësisht se sot nuk ka qenë për arsye se në Zvicër mund të arrestonin kryeministrin izraelit. Për shkak të urdhrit, po.
Po, por ai është i ftuar e ka pranuar ftesën. Pra